Kryetarët e Degës të Greqisë, zotin Anastas Murati, Artjan Kirici dhe zotin Artur Bibe, kryetarët dhe kryetarët e Degës Softre, zotin Jani Haxhi dhe zonjën Erlinda Tagarica. Zonja dhe zotëri, tani kemi një surprizë të vogël. Një surprizë shumë të vogël. Me rastin e këtij përvjetori, ju ftoj të ndjekni së bashku një video përshëndetse nga kryeministri i Shqipërisë, zoti Edi Rama. Sëllëmdishme socialiste të Greqisë. Muzika që dëgjoni në sfond nuk është e imja, por është muzika që ka sot Tirana, Elbasani dhe në base dhe vende të tjera, sepse është dita e verës. Dhe në këtë ditë të verës, mundesha që kemi ju të paktën përmes këtij mesazhi dhe që u shpreh mirënjohjen time të madhe në këtë përvjetor të partisë sonë në Greqi për të gjithë përpjekjen tuaj, për të gjithë angazhimin tuaj dhe sidomos për rezultatin fantastik që pa ju nuk do ishte realizuar kur në zgjedhjet e shkuara, ku për herë të parë ju dhe shqiptarët jashtë kufive të Shqipërisë morën pjesë pa që nevojë të lëvizin nga vendodhja e tyre jashtë vendit. Do më lejoni të bëj vetëm një përjashtim dhe të flas vetëm për një emër, sepse po të filloj në 2 dhe 3 duhet pastaj që mbaj deri nesër me falënderimet përveshme, po do ta bëj të përjashtim për një motiv të shtrenjtë dhe për njeriu që mbolli farën e kësaj partie që sot ka marrë të tjera për masa, që është Shoku Anastas. Shoku Anastas në ka ativu dhe në ka marrë të dore në produket e Atinës për të më prezentuar ata që ishin bashkëpunëtarët e tij asaj kohe dhe i cili kur për asnjë moment nuk ka haruar të më përcjellë mesazhe solidariteti, qoftë kur kemi qenë në vështirësi, qoftë kur kemi qenë në betejë dhe qoftë pastaj edhe kur kemi qenë mirë sepse fitoria na ka pushteshur. Anastas, të uroj të kesh 100 vjet bashkë me shokët e shoqit aty dhe edhe një herë mirënjohje dhe një falënderim të madh. Shpresoj që do të vijë shpejt në Atin të takohem me ju, por deri atëherë një përqafim dhe rrof Partia Socialiste. Ta shikoni sepse ju vjeni këtu që këtë radhë votuan emigrantët. Ai projekti jonë dhe gjithë ajo përpjekja jonë duhet të përfunduar në lidhje me emigrantët, socialistë emigrantët, kur një përfaqësues si Atinës apo Italisë jetë në parlament. Nuk është e thënë që ai jetë me banim në emigracion, por të ketë bërë pak 20-25 vite në emigracion. Dhe kjo, e kemi. Lajo bëra socialist më bravo më si u bëra biznesmen. Ne u bëra socialist më se biznesmen. Kështu që flas për jo për edhe pak se ka marrë. Gjithsesi, unë ju uroj gjithë të mirat, faleminderit dhe vetëm suksese. Faleminderit. Kosta Kalojeri. Do të thosha në Orlan Haxhiu, nuk bëjmë poshtë. Në 92-shin, 93-shin, deri në 96-ën, që ne bënim ato takimet e celulave socialiste, që ti përgjigjesim kooperacioneve fshesa, që pas nuk ishim si shtëperit, se s'kishim akoma shoqata tona, përfundonin në polici. Edi Rama... Në fakt, nuk është kollaj të frasësh para juve, se unë jam
socialist pak më i ri, vija nga media dhe vazhdoj të jem në media, por Erion Beliaj, shoku ynë, miku ynë i mirë, të cilë t'i urojmë gjithë të mirat dhe dashurin dhe respektin ton, që ta mbaroj sa më shpejt peripetin që ka hapur. E pra më kërkoj atere që të kthesha të vija në krye Parti Socialiste, njëri që s'kishte eksperiencë, por falë ndihmës Zamirit, faleminderit Zamir, të kryetare Turit dhe Anastasit, mundëm që ta krijojmë bërthamën, ta riformatojmë bërthamën e Partisë Socialiste. Pa tjetër, më vonë, u bashkëngjit Besra, Filipi, zëma e grupit, dhe shumë të tjerë Gjeri, Sandër Kollaj, një nga njerëzit më të afër të mi, pra tjetër Eta, Orta, njerëz të cilë na u gjetën prapë dhe dhanë çdo gjë, Vasilja dhe Motutje, Kanion Shezua. Ju shikoj të gjithë dhe them ku janë të tjerët, po kemi edhe të problemet të gjithsesi, unë mund të qëndroj në krye të Partisë Socialiste 9 vjet dhe në formatimin ton fituam 4 zgjedhje. Ishte eksperiencë e papar dhe ndjem shumë krenar për këtë, sepse unë rastisi që komandoja ekipin, e organizoja ekipin në Partisë Socialiste, por ata që fituan ishit juve që dha çdo gjë, si që tha Turi, edhe lekët xhepit, edhe 1 euro në fundit e dha për Partisë Socialiste, për ta sjellë në pushtet dhe për ta mbajtur. Patjetër ka patur vështirësi, patjetër ka patur probleme, por dera e Partisë Socialiste në Greqi sidomos u kthye në një institucion. Nuk duhet të haruar ndihma dhe mbështetja e Stefan Çipës, i cili me një në 2013 organizoi dhe shtëpi më shtëpi, fshat më fshat, zonë më zonë të Greqisë, së bashku me Marian Tijanin, ta respektoj dhe ta falenderoj Marian që nuk do të sot një arsye. Shkueta kudo kishte shqiptar. Unë me Zamirin nga në tjetër, erdhëm çunat e tjerë, të gjithë e rindërtuan Partinë Socialiste dhe kthehemi në institucion. Mbas 9 vitesh kishim dilemat tona për brezin e ri që po vinte, por jo vetëm i marrim brapsha ato dilemat, por jemi shumë krenar, jemi të lumtë. Na vëmë krenar. Dhe nuk krenar vazhdojmë të jemi sepse pikërisht ju, zemra e Partisë Socialiste jeni këtu, e mbështesë Partinë Socialiste pavarësisht dallave dhe vështirësive që ka, dhe ju do ta mbështesni që ajo të vazhdojë ta fusë vonë në Bashkimin Evropian dhe të sjellë ditë më të mira për shqiptarët dhe këtu dhe atje. Ju falenderoj gjithë. Të nderuar të pranishëm, historia e një organizate nuk ndërtohet vetëm mbi themelet të së kaluarës, por edhe mbi energjinë, vizionin, përgjegjësinë e atyre që udhëheqin sot. Ftoj për fjalën e saj zonën Arminda Begarica, bashkëkryetare e TVK në Greqinë e Veriut. Nderuar zoti kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste, i nderuar zoti kryetar i degës së Partisë Socialiste këtu në Greqi, zonja dhe zotrinj. Jemi sot këtu në 20 vjetorin e krijimit të degës së Partisë Socialiste në Greqi, jo vetëm për të festuar, por për të bërë një bilanc, rezultati 20 vjeçarit të cilit më lejoni të them e rëndit këtë degë si një ndër strukturat historike të Partisë Socialiste të Shqipërisë. Sepse kjo degë lindi në rrethanat më të vështira për realitetin politik shqiptar, në rrethanat më të paimagjinueshme për realitetin shoqëror të shqiptarëve këtu në Greqi, si emigrant me lejë qëndrimi të diskutueshme, me një të ardhme në Shqipëri të paqartë dhe ndoshta inekzistente, por të gjithë bashkë të vendosur të ndryshojnë rrjedhën e historisë, të kapërcejnë identitetin e emigrantit dhe të integrohen gradualisht në një identitet politik në Shqipëri, por edhe në shoqërinë greke. Nëse dikush do studionte rrjedhën 20 vjeçare të degës së Partisë Socialiste në Greqi, do ta ndante në 4 kolona të një katrori. 5 vjeçari i parë solli themelimin e degës dhe përqimin e ideve socialiste. 5 vjeçari i dytë, i vrullshëm, kërkoi me çdo kusht të ndryshojë të ardhmen politike të Shqipërisë, duke transformuar degën në një burim të fuqishëm mbështetës të ide socialiste. 5 vjeçari i tretë, kodinonjët e institucionalizimit të kësaj dege, me antarësime të rregullta, me përfaqësimin dinjitos,
me prezumim në meritokraci dhe ekselencë, themeli fort për 5 vjeçarin e fundit, i cili arriti të kthejë tekën tonë jo vetëm faktor votash, por faktor idesh politike, duke këmbgulur për pjesëmarrje në dialog politik, në vendimarrje dhe në hartimin e strategjisë së votës së diasporës. Akoma mungon te ky 5 vjeçar, siç e tha dhe zoti Qirici, përfaqësimi ynë nga Greqia, nga Italia dhe nga gjithë vendet ku ndodhet diaspora në parlamentin e Shqipërisë. Pra, këtij themeli, kësaj kolone, i mungon jo vetëm vendimarrja, por ekzekutimi i vendimeve. Të flasësh për degën tonë nuk mjafton një ditë, as një përvjetor, ndaj dua t'ju falenderoj të gjithëve një për një për çfarë i ofruam të gjithë bashkë degës sonë. Fillimisht do doja të falenderoj 2 kryetarët historik me të cilët u mbata fatin të bashkëpunoj, zotin Ardian Qirici, nga i cili mësova vrutin dëshirën për të ndryshuar atë realitet aq të egër politik në Shqipëri, zotin Artur Bibe, që arriti të na institucionalizoj si degë dhe na mësoi se çdo të thotë strategji politike. Të falenderoj të gjithë drejtuesit politik me të cilët pata fatin të bashkëpunoj, qoftë në Greqinë e Veriut, si Miranda Roçi, Flamur Kasa, Kastriot Kopaçi, Artur Korpologu, Qeqitari që na hapi rrugën, drejtuesit politik këtu të Atinës, Besim Merda dhe Zamir Sade, prej të cilëve mësova shumë. Nderuar zoti Taulan Balla, drejtues politik i PS-s për diasporën dhe kryetari i grupit parlamentar të PS-s. Nderuar deputet zoti Llaju, të nderuar anëtar dhe simpatizantë të Partisë Socialiste, të dashur shok edhe shoqe. Mirëseva. Sot është një moment i veçantë për të gjithë neve. Sot nuk festojmë thjesht një përvjetor, festojmë 20 vite në Partisë Socialiste në Greqi. Një rrugëtim i ndërtuar mbi ideale, me përkushtrim dhe me dashurim. Gjatë gjithë këtyre viteve kemi treguar se të diaspora shqiptare mund dhe duhet të jetë forcë dhe rëndësishme për Shqipërinë. Në këto 20 vite jemi përballur me sfida, por gjithmonë kemi qëndruar bashkë edhe kemi ecur përpara me kokën lartë. Po një fitore i hap të rrugën tjetrës. Dua të shpreh mirënjohjen time për gjithë ata që porën themele e kësaj deri, siç e përmendi Anastasia më parë. Por edhe ata që e vazhdojnë deri, si Artur Bibja, si Ardian Qirici, edhe të shokët e shokët. PSD nga Greqi ka qenë pranë bashkëdhënëtarit në Greqi, në një cep i Greqisë në cep në Greqi. Kemi forcuar strukturat tona, kemi zgjeruar praninë tonë në territor, edhe kemi rritur ndjeshëm antarësimet. Edhe këtu dua të theksoj një afinitet të brezit të dy të shqiptarëve në Greqi. Diçka që ka qenë një nga synimet tona kryesore, dhe që sot po bëhet gjithmonë edhe më e dukshme në çdo takim dhe aktivitet. Nuk ka gjë më inkurajuese edhe më të bukur për ata që ndërtuan degën në Greqi, se sa të shikojnë fëmijët e tyre ta vazhdojnë me të njëjtin entuziazëm, ideal dhe dashuri. Po ashtu do doja të referohesha te një nga sfidat dhe arritjet tona më të bukura, që nuk do harrohen kurrë. Mitingjet madhështore me kryeministrin Edi Rama në Athinë, Selanik, Kret. Mitingje historike që bashkuan mira shqiptar dhe i dhanë diasporës mundësinë të shprehë zërin e saj, të ndajë shqetësimet dhe aspiratat për të ardhmen. E them me plot gojë, ishin mitingje krenarie, ku PSD nga Greqi ka qenë në vjen e parë të organizimit. Së fundi, kulmi gjithë kësaj pune, shumë vjeçare, është vota e diasporës. Dikur e pa imagjinueshme, edhe sot një realitet. Rezultati që arritëm ishte jashtëzakonshëm përtej çdo parashikim. Ky rezultat nuk erdhi rastësisht. Ai është fryti një pune të fortë, të madhe, serioze dhe të organizuar. Një punë që filloi në 2006 edhe vazhdon deri në sot, 2026. Dhe për këtë arsye dua të shpreh mirënjohjen time të thellë. Dua
Dua të shpreh një falënderim të veçantë për kryeministrin e Shqipërisë dhe kryetarin e Partisë Socialiste, zotin Edi Rama. Një lider që ka qenë gjithmonë një frymëzim për ne, një mbështetje e vazhdueshme për diasporën shqiptare dhe një zë i fortë që ka vlerësuar dhe ka besuar në rolin e saj për Shqipërinë. Po ashtu do të falenderoj zotin Tauland Balla, drejtuesin ton politik, i cili ka qenë edhe është gjithmonë pranë nesh, duke na mbështetur maksimalisht, edhe jam pak të vërtetë. Por mbi të gjitha, dua të falenderoj dhe të përulem me respekt para çdo shoku e shoqe, çdo antari dhe simpatizanti që ka dhënë energjinë dhe kontributin e tij. Sepse kjo është një histori nga më të bukura të shqiptarëve të Greqisë. Kjo është historia e PS-së dega Greqi. Kjo është historia tonë e përbashkët. Sot mund të them me bindje, ajo që kemi ndërtuar në këto 20 vite është një bazë e fortë për të ardhmen, edhe për këto që do të ketë nderin edhe përgjegjësinë ta vazhdoj këtë rrugëtim. Pra këto janë ato kontribute të bakta për të cilat ne mundohemi të mbajmë gjallë dhe të kemi të krijojmë lehtësi. Dhe pikërisht kjo vizioni që ka Partia Socialiste për të futur Shqipërinë në Europë, përpara në jo vetëm autobusat që morën 70% autobusat me migrantë, po për të thënë që ne jemi pjesë e kësaj Europe të madhe dhe po këtë fjalën e ka thënë 2005 në Artur Bibia Ban falen mirë përpara kryeministrit të Shqipërisë i tha ju përshëndesim me migrantë. E fundit, në fund, por jo e fundit, do doja të falenderoj me kryetarin me të cilin kam fatin e madh këto 4 vitet e fundit të bashkë kryesoj. Jani, të falenderit për çfarë i dam të dy degës dhe për çfarë akoma kemi mundësi të japim. Shtek, zotin Tauland Balla, Mirëmbrëma gjithëve, është një moment shumë i bukur në historinë e Partisë Socialiste. Këtë vit ne festojmë 35 vjetorin e Partisë Socialiste dhe këtë fest e fillojmë duke kujtuar gjithë së bashku se si 20 vite më parë u krijua dega jonë këtu në Greqi. Anastasi në fjalën e vetë tha se fillesat e para janë që kur shqiptarët filluan të mbrinë këtu në Greqi, që në vitin 1992 ne kemi pasur grupet tona të para këtu, dhe ndërkohë gjithçka filloi të forcohej për gjatë viteve 94, 95, 96, në vitin 1997, një vit i vështirë për Shqipërinë, por që dhe strukturat e Partisë Socialiste në Greqi patën rolin e vet, dhe për qenë më pas pjesë aktive, unë kam ardhur këtu për herë të parë në vitin 2003 për të takuar me një pjesë të shokëve dhe shoqeve që ishin të angazhuar. Kemi bërë një takim shumë të mirë me ish-kryetarin ton të ndjerë, ish-kryeministrin Fatosnano apo jo Anastas. Dhe erdhi momenti pastaj që në fillim të vitit 2006, pas konsultave me shumë prej jush, disa prej jush janë këtu sot, të themelonim degën e Partisë Socialiste në Greqi. Ta gëzojmë pra ditëlindjen e 20 shumë mirënjohje në emër të kryetarit Rama, i cili kur unë i thash që po organizojmë këtë ditëlindje, më tha duhet më kishe thënë pak më herët se ndoshta do të kisha qenë vetë prezent, por natyrshëm gjatë këtij viti ne do ta kemi një takim përsëri të madh
me kryetarin kryeministrin Rama këtu në Athinë, edhe për të përkujtuar ditëlindjen e 20, edhe ditëlindjen e 35, por edhe për ta festuar siç duhet fitoren e Partisë Socialiste të vitit kaluar, ku vota e diasporës pati një efekt dhe një vlerë shumë madhe historike. Nëse do të hidhemi pas në kohë, ne kemi organizuar së bashku shumë aktivitete. Diaspora në Greqi, shqiptarët e Greqisë kanë pasur një rol të rëndësishëm në të gjitha fitoret e Partisë Socialiste, por mos harrojmë, apo jo Artur, apo jo Anastas, kemi pasur dhe na është dashur të organizojmë këtu dhe proteste. Kemi organizuar në vitin 2009 një protest për votën e lirë, dhe po ashtu, siç e thash, në të gjitha fitoret tona, në 2013, një numër shumë i madh vëllezër e motra shqiptarë që jetonin në Greqi u drejtuan për të marrë pjesë në zgjedhjet e qershorit të 2013-s, në 2015 në zgjedhjet vendore, në 2017 e kështu me radhë, gjithmonë nuk keni munguar. Në 2025 ne mbajtëm fjalën tonë. Fjala jonë ishte para diasporës se ne do bëjmë gjithçka që ta mundsojmë votën e diasporës. Dhe ajo ndodhi dhe ishte një vot ku 2 ndër 3 shqiptarë nga ata që morën pjesë në zgjedhjet e vitit 2025 i besuan Edi Ramës te Partisë Socialiste. I gjoj shpesh, në fakt kemi mësuar sa vite u bën, gjithmonë pas çdo palë zgjedhjesh del bufi dhe thot na i votën. Po mirë, dakor. Po si, qysh? Nuk ka këtu shqiptar në Greqi që nuk e di që e vetmja parti e organizuar këtu është vetëm Partia Socialiste. Dhe të gjithë e dinë që ne jemi e vetmja parti shqiptare që kemi strukturat tona kudo në gjithë Greqinë. Nga Kozani e deri në Kavalla, pastaj zbresim nga Selaniku poshtë në Larisa, në Kardicat, për të ardhur poshtë në qendër në Athinë, e për të vajtur në Janin, e për të vajtur në Korfuz, e për të vajtur në Kret, Pire, në Qios e kudo. I kemi strukturat tona dhe unë jam shumë krenar që të gjitha ata që kanë punuar në këto 20 vite, punuan pikërisht për të pasur një parti socialiste të organizuar. Dhe nëse sot fillojmë një kapitull të ri, pra fillojmë 10 vjeçarin ton të tretë të Partisë Socialiste në Greqi, synimi ynë duhet jetë që në zgjedhjet parlamentare të vitit 2029 ne ta dyfishojmë, e pse jo ta trefishojmë rezultatin tonë zgjedhor. Sepse kur diskutoni me njëri tjetrin, unë e di, koha ishte shumë e shkurtër për të regjistruar. Nuk arritëm dot të regjistrojmë të gjithë ata që ne do të donim të regjistroheshin, sepse nuk janë 65.000 shqiptarë me të drejtë vote në Greqi. Janë 10 herë më shumë. Dhe na duhet që punën ta fillojmë për 2029, ta fillojmë qysh nesër. Një organizim më të mirë, edhe pse t'ju them drejtën, në këtë ditë feste, unë kam vetëm fjalë të mira për thënë për gjithë strukturën tonë të Partisë Socialiste. Por, e mira nuk ka fund, përmirësimi dhe progresi janë pjesë e ADN-s tonë politike si parti socialiste, dhe prandaj na duhet që të shohim se si mund të rrisim radhët tona. Dhe ne kemi diskutuar në mbledhjen e fundit të kryesisë Partisë Socialiste, do të kemi asamblen pas disa ditësh ku do të miratojmë edhe një program pune gati 1 vjeçar nga sot deri vitin e ardhshëm për të përmbyllur procesin e organizimit jo vetëm në Greqi, po edhe në Itali,
edhe në Britaninë e Madhe, edhe në Gjermani, edhe në Shtetet Bashkuara të Amerikës apo Kanada, kudo ku jetojnë komunitetet mëdha shqiptare. Sepse ne jemi shumë borxhli diasporës për atë mbështetje të madhe që i dha Edi Ramës, në një mandat që është mandati historik. Gjithë sa herë që vinë në Greqi dhe takoj një shqiptar kudo, në një kudo që ai punon, pyetja e parë që bën Kaulant, a do të arrijmë dot që të jemi antar të Bashkimit Evropian brenda kësaj dekade? Dhe unë ju them me plot bindje motra vëllezër që Shqipëria 2030 antare e Bashkimit Evropian është plotësisht e mundur dhe ne do t'ja arrijmë bashkë me Edi Ramën dhe këtë se luam tokë. Ne do t'a bëjmë, ne do t'ja arrijmë ta përmbyllim këtë dekadë historike me antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Dhe për gjithë ata që antarësohen sot në Partinë Socialiste, që do të antarësohen në këtë fushat të re antarësimesh që do të nisin edhe këtu në Athinë dhe në çdo cep Greqisë, unë duhet i them diçka nga zemra. I them që Partia Socialiste e Shqipërisë është e vetmja forcë politike sot me orientim të qartë pro-europian, është e vetmja forcë politike që në këto 35 vite gjithmonë ka qenë në krahun e dur të interesit të Shqipërisë dhe të interesave tona kombëtare, është e vetmja parti që nuk e ka trahtuar kurrë interesin kombëtar, dhe prandaj nëse je duke menduar ende se pse duhet të zgjedhësh një parti politike për t'u antarësuar, ajo është vetëm Partia Socialiste. Dhe për gjithë shqiptarët, motra e vëllezër që jetojnë në Greqi, ne duhet i themi që për shkak të Partisë Socialiste, për shkak të Edi Ramës si kryeministër, edhe grekët na respektojnë sot më shumë se na respektonin 12-13 vite më parë. Apo nuk është kështu? Dhe për shkak të qeverisë son, për shkak të punëve të mira, për shkak të gjithë të realizime në 13 vite qeverisë jeton, ne jemi sot shumë më pranë Europës, as që imagjinoj në vitin 2013 që ne në vitin 2026 do të ishim duke mbyllur kapitujt e marrëveshjes për t'u antarësuar Bashkimin Evropian. Por sot është një ditë feste, e në ditë feste ngrihen dolli dhe falenderohen ata që kanë kontribuar. Kështu që Leoni Pikspari t'ju ftoj të ngrem një dolli për gjithë ata që kontribuan për Partinë Socialiste, por përpara se të shkojmë ke dollia, le ta mbajmë një minutë heshtje për gjithë ata që kontribuan e që nuk mundet sot jenë bashkë me ne, por na shohin atje lart dhe na falenderojnë që u kujtuan për ta, për shpirtin e tyre dhe për kontributin e tyre. Faleminderit. I paguar qoftë kujtë të kjo. Ata, shumë faleminderit, rreth Partia Socialiste, rreth që ju kontributorët e Partisë Socialiste në Greqi, rreth Shqipëria jonë e dashur. Faleminderit. Ora, 20 vjet do kemi dhe ne brava shkollë.